Shiko, nëntor. Jemi në nëntor. Nëntori, tani është siç ka qenë shtatori dikur. Unë nuk e di pse, mund të jenë këto ciklet se kemi diskutuar me Anirën her pas here. Ama diçka do të ndodh. Nuk dua të kemi dëbor, por mëngjesi vazhdon të jetë ende i freskët dhe darka po ashtu. Po shumë mirë. Kështu që për një parashikim më të detajuar, ashtu si ta bëj gjithmonë në programin tonë, kemi nga Igjeu Anira Gjonin. Anira, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Mirëmëngjes. Do kemi shi në mesditë sot, por temperaturat nuk e di si do të jenë. Nga aplikacioni im që kolegu thot nuk është i sakt, duke një rënje. 2 gradë, 3 gradë. 3 gradë. Por si të takimi javën e parë të nëntorit? Ndodhemi në kushte për ditën e sotme dhe ditën e nesërme të paqëndrueshme atmosferike, pasi presim që të kemi reshje të shiut, të cilat do të prekin përgjatë ditës së sotme dhe ditës së nesërme pothuajse të gjitha qarqe. Për sa i përket temperaturave, pritet që të kemi një luhatje prej 2 gradësh, kryesisht të vlerave maksimale, sa i takon ditës së sotme dhe të nesërme, por sërish për nëntorin pritet që temperaturat të jenë mbi mesataret shumëvjeçare dhe presim pra që ky muaj të jetë i ngrohtë, por me prezencën e reshjeve të shiut. Janë disa zona në faqe do të preken, Tirana besoj se po, por disa qarqe do ketë rënje më shumë të reshjeve? Po, presim që në qarqet e Shkodrës, të Kukësit dhe të Lezhës të kemi reshje të dobta dhe lokalisht mesatare, të cilat do të jenë në formën e shtrëngatës, ndërsa në qarqet e tjera pritet që të ketë reshje të dobta ose lokalisht të dobta, pra nuk shohim problematika lidhur me to. Me përjashtim të 3 qarqeve të veriut, pra ku i përmenda që janë Shkodra, Kukësi dhe Lezhë, ku presim që reshjet të jenë në formë shtrëngate. Çka do të thotë se pritet intensitet më i lartë në pak minuta, në kohë më të shkurtër. A janë tipike këto për këtë muaj, për këtë stinë? Po, janë rrebeshet përgjatë stinës së vjeshtës, janë tipike të sezonit, por ka dhe një faktor tjetër që ndikon në shpeshtinë e tyre, pra është shtuar frekuenca e shtrëngatave. Kjo edhe për shkak të ndryshimeve klimatike, pasi vjen si një pasojë rritja e frekuencës së këtyre ngjarjeve ekstreme të motit, ku përfshihen edhe shtrëngatat, pra është shtuar shpeshtësia e ndodhjes së tyre. Megjithatë, se ndoshta këtë rrallë diskutojmë, pozicioni ynë gjeografik i Shqipërisë bën që të mos i vuajmë shumë këto reshje me intensitet kaq të madh sa i vuajmë vendet që janë më afër oqeanit, më afër mesdhell. Dhe ka përmbytje. Pra, ne gati kemi si barrierë Italin dhe i hedhim syt her pas here, sepse zakonisht ndodh që 12 deri 24 orë të asaj që ndodh në Itali vjen tek ne, kuptohet më e shkarkuar, më e butë. Kjo besoj është ka të bëj pra me pozicionin që ndodhet në Shqipëri. Për fatin ton të mirë, ne jemi ashtu siç Edi po shpjegonte, jemi të mbrojtur si nga masat ajrore që vijnë që lëvizin pra fillimisht mbi Itali dhe më pas zhvendosen në vendin ton. Ne jemi të mbrojtur, gjithashtu edhe për masat ajrore të ftohta, të cilat vijnë nga lëvizin, pra lëvizja e tyre është nga veriu drejt jugut. Edhe prej tyre ne jemi më të mbrojtur, fatmirësisht për shkak të pozicionit ton gjeografik, dhe është e vërtetë që nuk kemi për fatin ton të mirë mundësinë pra për të përballur me përmbytje masive apo ato stuhit e mëdha të cilat ne i kemi parë që i ka përjetuar së fundmi, pra vitet e fundit Europa perëndimore. Ndërkohë, si parashikohet vazhdimësia pra e kësaj vjeshte dhe kur do të kemi tranzicionin në dimër? Pra kur do të kemi Inshallah sa më vonë të jetë mundur. Ato rënje drastike të temperaturës, domethënë? Përgjatë nëntorit nuk presim që të kemi rënje drastike të temperaturave. Pra temperaturat do të vijojnë të qëndrojnë të larta. Nëse mund të përmendim për ditën e nesërme, dita e martë, dita e mërkurë, presim që minimalet në Bregdet të luhaten në 13 dhe maksimalet deri në 18. Sa i takon zonave të ulta, presim që minimalet të shënojnë 10 gradë dhe ato maksimale shkojnë deri në 21, ndërsa në zonat malore presim që temperaturat minimale
të shënojnë 6 gradë dhe maksimalet shkojnë deri në 12 gradë. Kjo edhe si që veti dëgjuat, tregon që kemi temperatura relativisht të larta, pra sa i takon temperaturave kryesisht atyre maksimale, apo të temperaturave të mesditës, nëse i quajmë ndryshe, dhe do të vijojnë të qëndrojnë të tilla. Edhe për gjatë muajit nëntor, pra presim që të kemi temperatura relativisht më të larta. Do të jetë dhjetori ai pastaj që do të sjellë edhe rënjen e temperaturave të ajrit. Sigurisht që muaji nëntor, sa i takon reshjeve, presim që të kemi reshje, pra sipas parashikimeve afasmesme, do të jetë prezenca e tyre kryesisht në 2 javët e para. Nëse e flasim në terma reference dhe e krahasojmë me shumë vjeçaret e muajit nëntor, muaji nëntor është ai muaj që merr edhe sasinë më të shtuar të reshjeve, pavarësisht se gjatë viteve të fundit ka ndodhur që kemi paksim për gjatë këtij muaji. Në kushte normale, të një viti normal, do duhej që muaji nëntor të merrte pothuajse 70% të reshjeve të gjithë vitit. Por ka ndodhur që gjatë viteve të fundit kemi patur ndryshime. Ka patur një vit ku kishim 0 mm shi për gjatë gjithë muajit nëntor. Gjithsesi, viti që lan pa dhe vitet e fundit kanë marrë një sasi të konsiderueshme të reshjeve, kështu që edhe për si vjet presim që ky vit, pra ky muaj nëntor i 2025-s, presim që të kemi prezencën e reshjeve të shiut. Kryesisht do të jenë më shumë për gjatë 2 javëve të para e themsërisht. Duke qenë se dimri do të vi vonë, a do thotë që do të zjas siç ndodhi dhe vitin e shkuar, pam të borë në muajin prill? Jo se s'kishte rënë më përpara, por që është pak a shumë diçka që rrallë ndodh. Dimri nuk po vjen vonë, dimri po vjen kur duhet, pasi muaji nëntor nuk jemi akoma në dimër, është muaji i vjeshtës. I vjeshtës, po ndodh që kemi patur dhe temperaturat të ulta, a? Po, e drejtë, se ishte në kuadër shakaje. Për javën e parë të tetorit u përballëm me një rënje drastike të temperaturave dhe kishim një javë që ishte më e ftohtë. Sipas parashikimeve afatgjata, për sa i takon dimrit 25-26-s, presim që të jetë pak më i ftohtë se sa dimri i vitit 24-25. Kur themi pak më i ftohtë, nuk do të thotë që do kemi një ndryshim drastik apo diçka. Presim pra që temperaturat të jenë 1 apo 2 gradë më të ulta se sa në dimrin e vitit 24-25. Kjo gjithmonë ngelet në kuadër të parashikimit afatgjat, do duhet që të përditësohemi me anë të informacioneve në muajt në vazhdim. Mirë, okej, do vazhdoj të jetë një vjesht e qetë, edhe për ca kohë kolegë do të kemi temperatura të favorshme për të shkuar në një drek në det. Për të marrë vitaminën D. Pse jo? Dje vumë re me shumë krëshëri që ata që kishin mundësi dhe që kishin kuptuar që do të jetë një mesditë ngrohtë, e kanë shijuar, kanë pasur njerëz nga ata që kanë guxuar dhe janë futur dhe në det, se kanë përshtypjen që 18-19 gradë do të jetë në deti dhe kjo bën që të jetë i pajtueshëm me dëshirën që kanë njerëzit për të njomur në det. Edhe një formë trimërie, që ja shiko se unë po bëj bajnë. Po, një nga karakteristikat e kësaj vere ishte edhe temperatura e lartë e deteve, pasi ka arritur vlera të konsiderueshme të larta dhe ka qëndruar e tillë me radhë dhe vijon pra që temperatura e ujit të detit të jetë akoma e lartë, edhe prandaj ndodhe dhe kjo që sapo përmendi që kanë guxuar dhe janë larë shumë njerëz për gjatë fundjavës që lan pas. Megjithatë, Anira, ne kemi vënë re një gjë, të paktën ne që jemi, si më thënë, të interesuar të kujdesshëm ndaj ndryshimeve të motit, se ne intereson, për jetën e përditshme, moti është shumë e rëndësishëm. Kemi vënë re që janë zbutur dimrat, nuk ka më dimrat, qoftë edhe si para 10 vitesh apo 15 vitesh. Unë e shoh te ditët që ti je detyruar që të nxehtë, të ngrohesh shtëpinë, të ndezësh zjarrin. Tani është ulur koha e ndezjes së kondicionerit. Po. Edhe ndërtimet bëjnë të mundur që mos ta ndjesh shumë. Po, edhe jashtë nuk më duket sikur janë ato ngricat, ato ditët për shembull ose javët me temperatura
9-0, nuk ka më. Sot ka 1 ditë, 2 ditë, pastaj kalohet përsëri në një terren pozitiv temperaturash. A është vërtet kjo? Keni konstatuar? Po, sigurisht, për gjatë monitorimeve që kryejmë vit pas viti, çdo vit vjen me temperatura gradualisht pra më të larta dhe është tipike kjo të paktën 5 vjeçari i fundit, për të mos thënë që 10 vjeçari vjen më i ngrohtë me temperatura më të larta, por ky 5 vjeçari është edhe më i theksuar në sa i takon vlerave të temperaturave të ajrit, vinë më të larta dhe ka një rritje graduale vit pas viti. Prandaj unë përmenda ceka pak që sipas parashikimeve afatgjata deri tani të paktën modelet tregojnë që do të jetë një dimër dhe kur thash më i ftohtë e cilësova që do jetë 1 apo 2 gradë më të ulta se sa dimri i vitit që lan pas 24-25, por nuk bëhet fjalë që të jetë një dimër i ftohtë nën mesataret shumëvjeçare. Pra, po përballemi vit pas viti me dimra që sillin temperatura të ajrit, të cilat janë mbi mesataret shumëvjeçare. Edhe këtu në të gjithë muajt e vitit 2025 kanë rezultuar me vlera mbi mesataret shumëvjeçare, muaj pas muaj, dhe mund të themi që muaji prill për shembull ka shënuar vlerat me temperatura më të larta, ka thyer rekorde për mesataret shumëvjeçare. Jo vetëm për vendin tonë kjo, por është raportuar edhe nga agjencitë europiane. Pra, muajt e këtij viti kanë shënuar rekorde pozitive sa i takon mesatareve shumëvjeçare. Nuk po flasim në terma të vlerave absolute, pasi ato nuk është se janë thyer për gjatë këtij viti, ka patur viti 2023 ka shënuar temperatura absolute për shembull më të larta, ndërsa sa i takon vitit 2025, muaj pas muaj ka shënuar temperatura në vlera mesatare mujore më të larta se sa mesataret shumëvjeçare. I tillë pritet të jetë dhe ky nëntor, pritet që të 4 javët të jenë mbi mesataret shumëvjeçare, ndryshe nga tetori që kishim një javë me temperatura nën mesataret, ishte ajo java e parë që u shoqërua me temperatura më të ulta, që kishte një rënje të menjëhershme, ndërsa gjatë nëntorit nuk presim që të kemi një situatë të tillë. Temperaturat vijojnë të qëndrojnë sipas parashikimeve në zona të ndryshme, shkojnë deri në 3 deri në 6 gradë mbi mesataret shumëvjeçare, por kjo me zona lokale, ndërsa nëse flasim në terma mesatare të muajit, janë 1 deri në 3 gradë mbi mesataret shumëvjeçare. Kjo në varësi edhe të nën zonës klimatike, sigurisht. Anira, për ta përmbledhur, a mund të themi që kjo javë, të paktën në Tiranë, të paktën, meqense shumica ose një pjesë e madhe e qytetarëve shqiptar jetojnë në Tiranë, po duhesh të zgjerojmë edhe hartën, do të jetë e lagur në ditët e para, pra shira sot, diçka më pak nesër, dhe pastaj një tendencë përmirësimi, pra kthjellësimi për 3-4 ditët, për të rikthyer tek shiu, kjo do jetë pasqyra? Kjo javë, dita e hënë dhe dita e martë, për të gjithë territorin, pritet pra që të ketë rreshje me intensitete të dobta, lokale me përjashtim të 3 qarqeve Shkodër, Kukës dhe Lezhë, ku pritet që të ketë shtrëngata, pra rreshjet shkojnë lokalisht deri mesatare. Sa i takon dhe rreshjet janë të përqendruara ditën e sotme dhe ditën e nesërme, më pas do të kemi mot të kthjellët, me diell dhe me temperatura komode relativisht të larta, ashtu siç ishin edhe për gjatë fundjavës. Nuk presim pra për pjesën e mbetur të javës të kemi prezencën e rreshjeve, do të rikthehen javën që vjen. Sa i takon Tiranës, Tirana pritet që të fillojnë në pas mesditës. Rreshjet do të jenë të dobta dhe lokale, nuk shohim problematika sa i takon rreshjeve në qarkun e Tiranës, dhe do të jetë dita e mërkurme që do të sjellë dhe kthjellimin dhe prezencën e diellit pothuajse në të gjithë territorin. Mjafton që të paktën nuk do kemi përmbytje siç patëm javët më herët në veri. Një lajm i mirë për qytetarët. Jo, nuk presim që të kemi problematika të tilla për gjatë kësaj jave. Në rregull, të falenderojmë shumë dhe të urojmë javë të mbarë me diell. Jeshim do. Faleminderit. Orë që ka shi. U takojmë në kohë më të mira. Patjetër.
koleg prapë të rrihet pa dhënë atë dorën tënde profesionale në parashikimin e motit. Kur e interesuar është hobi. Nuk them që janë profesion, është hobi. Ti ke hobi të shohësh motin? Patjetër se ti nuk e ke. Jo. Unë ndjek, vazhdimisht. Ndjek vetëm çfarë duhet të vesh nesërmen. Tek kputucët e kam më shumë. Atë vesh çizme, atë vesh sandale, atë vesh kputuc. Megjithatë, se mban një çadër të vogël në çantë, këto kohë nuk është keq. Po dhe mami im thotë më mirë mbaj se sa qaj. E ka pikërisht për çadrën. Ne do shkëputemi këtu për të rikthyer në pjesën e dytë kur do flasim për misteret në shpellën, në vrimën e Kopiles.